Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka reaguar nëpërmjet një deklarate për zhvendosjen e kadastrës të Vlorës në drejtim të Tiranës, duke nisur nga një shkurti. Në deklaratë thuhet se Agjencia Shtetërore e Kadastrës vijon punën për përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, përmes thjeshtimit dhe lehtësimit të proceseve të brendshme institucionale. Prej kohësh, proceset kadastrale për disa drejtori vendore janë të lokalizuara në Tiranë, si pjesë e një modeli organizimi që synon optimizimin e burimeve njerëzore dhe proceseve administrative. Të gjitha aplikimet kryen online përmes portalit e-Albania dhe shërbimet përkatëse ofrohen gjithashtu në mënyrë elektronike, drejt për drejt në profilin e qytetarit aplikues. Gjithashtu dokumentacioni i panevojshëm për trajtimin e aplikimit, përveç ngarkimit në sistemin elektronik, dërgohet përmes postës shqiptare pranë drejtorisë vendore, pavarësisht vendodhjes së saj, për t'u administruar dhe bashklidhur me aplikimin e kryer në mënyrë të rregullt dhe të standardizuar, thuhet në deklaratë. Procesi i transferimit të drejtorive vendore në Tiranë ka nisur që në vitin 2021 me transferimin e Durrësit e Krujës për të vijuar më tej edhe me drejtori të tjera si Shkodër, Kavaj, Kamës, Vorë dhe Vlorë. Në kuadër të rritjes së efikasitetit dhe të mirë administrimit të proceseve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, thuhet në deklaratën e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, edhe pjesa e mbetur e punonjësve në Vlorë po zhvendoset në Tiranë. Ky riorganizim synon për shpejtimin e trajtimit dhe unifikimit të praktikave të punës. Fal digitalizimit dhe përdorimit të sistemeve të avancuara, një jurist mund të punojë të gjithë dokumentacionin ligjor dhe një hartograf mund të kryejë reflektime hartografike në sistemet përkatëse, pa qenë prezent fizikisht në territorin në të cilin ndodhet prona apo aplikuesi. Agjencia Shtetërore e Kadastrës siguron banorët e Vlorës se është e përkushtuar për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve kadastrale, për të rritur ritmin e legalizimit të ndërtimeve informale, si dhe për të përfunduar procesin e regjistrimit fillestar në zonat e mbetura në të gjithë qarkun e Vlorës. Agjencia Shtetërore e Kadastrës mbetet e angazhuar që përmes digitalizimit të proceseve të ofrojë shërbime gjithnjë më të shpejta, transparente dhe të besueshme për çdo qytetar në çdo drejtori vendore.